përndjekja ndaj partnerës, kësaj të fundit mund t'i shkaktoj tronditje emocionale të cilat këto lehtësisht mund të përkthehen në eksperienca pastaj traumatike më vonë, e që mund të prodhojnë epizode të vazhdueshme të ankthit ekstrem dhe probleme të shpeshta të pagjumësisë dhe të shëgullimeve të erpaseshme të sjelljes dhe ndjenjes së pasigurisë, e shmangjes, e izolimit apo mungesës besimit ndaj partnerit, supozojmë pasues, ose mundësisë një krijimit të një lidhje të re me dikë tjetër, dhe prandaj këto dyshime të pajustifikuara mund të trondisin shumë shoqërinë, rrethin, komunitetin, edhe ne shohim ditë për ditë probleme të krizave bashkëtorë apo rasteve të divorcit. Edhe këto përndjekje absolutisht nuk kanë të bëjnë me dashurinë, përkundrazi, këto helmojnë apo toksikojnë dashurinë. Po si mund dallohet kjo, Roni? Pra, cila është ajo vija apo cili është dallimi ku mund të shohim një dallim nga kontrolli në përkujdesja, ashtu po i themi? Shumë e thjeshtë ata, nëse një partner bën pyetje të çuditshme, bën pyetje obsesive, ku ke qenë, ku do të shkosh, çfarë do bësh, çfarë planesh kesh, me kë do shoqërohesh, sa do vonosh, kur do kthehesh, a mund të vi edhe unë, ose më shkruaj SMS apo të arrin atje, më dërgoj një foto sepse unë dua ta shoh se ku je, më hap video call, dua të shoh çfarë po bisedon, me kë do takohesh, ose në anën tjetër ti do të qëndrosh në shtëpi, nuk e nevojë fare për studime, unë i kam paratë e mia, do të mbaj edhe ty, do të jesh në mbrojtjen time, kjo nuk është përkujdesje. Si ka mundësi që ta izoloni një femër duke i thënë mos u arsh si mo, unë do të kujdesem për ty financiarisht. Çfarë do ti të krijosh lidhje varësie me të? Pra ajo të jetë e varur nga ti dhe ti ta kontrollosh apo jo? Absolutisht jo. Të gjithë ne kemi të drejta dhe liritë tona ekzistenciale të shkollohemi dhe të formohemi, po ta përndjekësh e ta izolosh një femër me dominancën e krenarisë megalomane të një mashkulli, sot femrën po e poshtron. Prandaj sot unë marr ditë për ditë akuza në rrjetet sociale se më etiketojnë si feminist, më thonë ja ti po i mbron femrat. Po mirë, pasojë më të mëdha po i shohim ditë për ditë ku femrat po përballen, po sfidohen me probleme të natyrës emocionale dhe në anën tjetër me ankesa të shumë fishta. Tani me qenë se është vedjesuar dhe ndërgjegjësuar opinioni se si ti raportojmë rastet e abuzimit. Statistikat e thonë, nuk e thot Roni, kemi raste të shumta të abuzimeve emocionale dhe dhunës ushtruar ndaj femrës. Dhe pse ndodh kjo? Pse mashkulli ka frikë, mendoj, nga arsimimi i femrës. Kur e ndjen këtë frikë, nuk po them për gjithë meshkujt, sepse tani këtu do kemi kujdes që ti klasifikojmë në mënyrë që statistikisht këto numra duhet të ulumtohen shumë thellë akoma, por kur një mashkull refuzon arsimimin e një femre dhe i thotë ri në shtëpi, nuk e nevojë fare të shkollohesh se unë të mbaj ty, atëherë ju mendoni që është dashuria jo? Lere fare, çfarë dashurie, se ne ndonjëherë keq do interpretojmë edhe dashurinë, nuk e dimë çfarë është dashuria. Dashuri ti thuash femrës së ri ti nuk e nevojë të shkollohesh, unë ti bëj të gjitha. Po lere tani. Po, Leonora, çfarë mendon ti lidhur me këto, sa kanë të drejtë viktimat realisht, cila